Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhet në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një recet shumë të thjeshtë, të ëmbël, pas 1 gram sheqer dhe mjaft e shëndetshme. Ju ftoj ta përgatisim së bashku. Në një tigan ose tenxhere të vogël do shtojmë 5 lugë gjelle tërshër, një gotë qumësht, rreth 200 ml, 50 ml lëng portokalli. Masën do ta përzijem duke shtuar edhe lëkurën e një portokalli. Dhe do ta gatuajmë në zjarr të ngadalt për 2-3 minuta sa të trashet masa dhe tërshëra të zbutet. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi masa është trashur dhe tërshëra është zbutur, është gati për ta vendosur në pjatë. Siç e pat, është kaq e thjeshtë në përgatitje dhe mbi të gjitha mjaft e shëndetshme, e përshtatshme për të gjithë familjen tuaj. Është kënaqësi për mua të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ma shkruani në koment. E shoqërojmë me fruta të thata mix, pak portokall dhe mjalë të mirë. Si ju duket si recet, ju ftoj ta provoni dhe ta shijoni në shtëpinë tuaj. Dhe nëse ju pëlqeu, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.